porosit në të ajete që lexuam ka të bëjë shumë me fikë respektin të Allahut. Ato dërguar nga Zotit alayhi salam të përmenden al-anbiya duhet me shumë respekt në lexuar. Në ngjarjen që Allahu xhallahu xhallahu në tregon dhe ajetet që i lidh gati se 3 ajete flasin për qiellin, pastaj përmend Allahu një dërguar të Zotit që ka ndodhur poshtë, çfarë dënimi ka pas. Gati çdo skenë që Allahu xhallahu xhallahu e paraqet e tregon në fund se i dërguari i Zotit alayhi salam ndoshta shumica prej tyre as kanë mujt me shikuar mbrapa për dënimit. Allahu xhallahu xhallahu ka largu për atë. فبعدا لقوم الظالمين فبعدا لقوم الظالمين larg qofshin populli zullumçar. Allahu xhallahu xhallahu këtë sura, këto ajete, nëse njeriu nuk koncentrohet në nxjerrje mësime maksimale, me di se çka është qëllimi i kësaj. Pse Allahu xhallahu xhallahu përmend qiellin, tokën? Madje u ka folë besimtarëve edhe me sende që nuk u ka rekomendja. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma. Gjasë kanë marrë bashkë. Jo besimtarë në të kohë, për kësaj. Sot e marrin bashkë, e di. Sot kanë libra, shkenca të kësaj, që qielli dhe toka kanë qenë një grimcë. Fafataqnahuma, i kemi qatë. Qiellin dhe tokën. وجعلنا من الماء كل شيء حي. Allahu xhallahu xhallahu pastaj krijoi pas shumë viteve ujin dhe bëri çdo gjallës prej ujit, edhe na jemi prej ujit. Kjo është plani i Allahut. Po neve çka do të më nxjerr për kësaj? Çka do të më mësoj për kësaj? Kur na dëgjojmë Ibrahimin alayhis salam se u ka thuj putat, çka deshti Allahu për kësaj? Me na tregue, kur na tregoi Allahu rastin e Salih, dhe të Shuaibit, dhe të Lutit, dhe krejt këta të dërguar të Allahut kanë qenë njerëzit bereqetshëm që Allahu ka lëshu bereqet të ata. Dhe ata kanë përcjell fjalën e Allahu xhallahu xhallahu. Dhe Allahu na i përmend krejt neve si ummet që na marrim si shembull ata. Dhe ta marrim besimin tonë, e jetën tonë, e përfundimet tona dhe qëllimet tona prej tyre. Gjëra tjera janë amash. Këta janë të dërguarit e Allahut. Andaj duhet me shumë frikë respekt me folë për Allahun, i cili ka thonë alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawifunaka billadhina min dunihi. As është Allahu ai i cili mjafton robët e ata të friksojnë ty me tjerë. Mos u friko. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Është Allahu ai i cili i mjafton robët. Këta të dërguar të Allahut shirk nuk kanë bërë kurrë. Këta të dërguar të Allahut kanë qenë pjesë të hakimijes së Allahut. Kemi ardhur një drejtë, sot para mendo, njerëz që kanë mësuar botën arabe, thot hoxhë me ekra, që shkojnë vëllezërit tonë në përdersat e ata, duke menduar se janë duke i shpjeguar librat e selefit, ai thot al-hakimiyya pikau prej nga u bë hakimia prej fesë Allahut. Këta dërguar të Allahut kanë ardhur dhe kanë treguar shariatin e Allahut. Ligjin e Allahut tonë. Ligji i Allahut është i baraqeshëm. Vetëm se na njerëzit na nuk guxojmë mendimet e tona personale me bashkëriat. Ka dallim. Ligji i Allahut është veç mendimet tona personale kristianit nuk janë shariat. Ato janë islam. Por se Allahu xhallahu xhelaluhu ai na ka mësuar gjithçka. Na ka treguar gjithçka. Prandaj duhet me frikë respekt. Dhe i përmendëm qëllimet tona në jetë se si duhet të realizohen. Të dërguarit e Allahut alayhi salam kanë ardhur na treguar se si duhet të realizohen qëllimet tona. Allahu xhallahu xhelaluhu ka sprovuar. Po të kishte dashur Allahu asnjë sprovë s'u ka dhënë. Jo, të dërguarit e Allahut janë njerëzit më të sprovuar. Sprovë, kur themi, sprovë është gjithçka dhe fitnë. Edhe llafet, edhe rëqitën e njerëzve, edhe veprat e njerëzve.
edhe muhabetet, edhe bartja Allahut, krejt sprova janë ata. Edhe pagesën që e ban njeriu. Prandaj ti e shese në këtë sura El-Mubaraka. Tregon Allahu Jalla Jalaluhu në momentin kur ka ardhur fundi, se Ibrahim alayhis salam ka lëvar ata. E Ibrahim alayhis salam nuk ka pas as ushtri, as polici, as fuqi, kur gjas ka pas. Vet. E kanë marrë me herë në zjarë, e atëherë vjen reagimi i Allahut, që i ndron ligjet. Prandaj në këtë sure Allahu Jalla Jalaluhu i përmend fenomenet qiellore. Qiellin, tokën, anën, diellin, sende gjeografike, astronomike, përmend këto. Dhe këto sende i ndron Allahu Jalla Jalaluhu ligjin fizik, e ndron se zjarri i djeg. Me të mbledh njerëzit 40 ditë dru për mendes dhe kanë kallat zjarr. Dhe Ibrahim alayhis salam nuk ka mujt muhet për indat, po me katapult. Prej lartë. E kanë herë dhe del i gjallë, e shnosh, e mirë, krejt. Allahu Rabbana, që do me thonë se ligji Allahu në tokë, është që du të me ardhë deri te fundi i sakrificës. Pa e prej atë fund të sakrificës, nuk vinë as mendimet e drejta, nuk vjen udhëzimi i Allahut, mbet udhëzimi në gjysmë. Prandaj mos u ndiko prej fitneve, as prej fjalëve, as prej njerëzve, se udhëzimi jonë është direkt i rreth me Kur'anin. Nuk ka me njerëzit. Mos u mashtro djathtas edhe majtës. Mos u mërzit, mos u dëshpëro. Por ti ndjekim ato mësime që Allahu Jalla Jalaluhu ne ka dhënë. A dëshirojmë të qenë me ato njerëz në xhennet? Dojmë. Na dojmë me qenë me ato njerëz në xhennet. Ata rruga që ata pas ka vizatu Allahu Jalla Jalaluhu është rruga e sprovave. Dhe Allahu Jalla Jalaluhu sprovon njeriu sipas imanit. Sprova më e madhe është realizimi i qëllimeve tona të jetës, e të cilat qëllime shpeshherë edhe njëri gabon, i mshirësyt, njëri ndikohet. E këto është qëllimi që mos më ndiko prej fitneve, prej sendeve, u ju khawifune min duni, friksojnë ata. Mos u frigo. Friga është normal, ekziston friga. Musa alayhis salam frigu. Musa alayhis salam ka kërku prej Allahu Jalla Jalaluhu me pas Harunin vlla bashkë me fol, se s'ka mujt vet. Shumë normal është, mos u ndiko. Mboje vetëm. Njerëzit kanë me dhënë çmim, parë, ato, ofertë, mos do me pranuar. Mos e pranoj fare. Qëndro, vazhdoj rrugën. Nëse fundi është i amël shumë, sepse kjo rrugë që flet Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an, na e përshkruan në detaje, sipas kanë shkruar të dërguarit të Allahut te Allahu, sipas kanë ndihmuar Allahu në fund. Prandaj mos mendo se është fundi. Kur vjen një sprovë, mos mendo se është fundi. Ka dhe mbrapa. Ka dhe mbrapa shumë. Ka ditë edhe mbrapa shumë. Kujdes, mos mendo se është fundi, as mos mendo se feja Allahut nuk ka kështu, jo. Feja Allahut është ashtu. Edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qau, o mërzit. Mërzit më dha ka pas. Madje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka mbyt mërzia për këtë fe, për këtë ummet. Allahu Jalla Jalaluhu shpesh herë ka këshilluar. Dhe në moshën 60 vjeçare sa i ka qenë shumë i shterçë. Sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë madje sportist. Sport, trupin e ka pas vi, alaihi salatu wassalam. Ka qenë edhe luftar, ka qenë edhe mundsi më të madhe ka mujt, mirë po mërzia për këtë ummet. Mërzia për neve, mërzia për islamin, mërzia për sahabët, për njerëzit. Madje ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nëse ju mërzitni dhe keni gajle, unë e gajle në sësit musliman e kam ma shumë se vetë ajë për vetë. Unë e gajle në sësit musliman e kam ma shumë se ajë për vetë. Prandaj, kjo është trashëgimia e të dërguarit Allahut. Allahu me këtë surën e tregon këtë trashëgimi të madh të vëllezërve të Muhamedit alayhi salatu wasalam, këto janë sikur mi pasbon një nom. Këta janë si bineç, si mi pasbon një nom. Një fe e kanë, një akide e kanë, një stil e kanë, një bereqet e kanë, një mënyrë e kanë, krejt. Ajo është rruga e sprovës. E vëllazër, me ardhna në këtë kohë, ku predikusi, ai që i ka dhënë ders tyje, me mendu se sprova që të godet,
në foljen e vërtetës. Është dështim? Kjo është një fe tjetër jashtë fesë të ëndrrave. Mjekën mund me pas, edhe kapuçin. Kërrejt për Islamet mund me pas, lidhje me fenë Allahut s'ka. Lidhje me fenë Allahut nuk ka, nuk. E kundërta është. Sepse Allahu xhalla xhelaluhu e ka sprovu Rasulullahin alayhi salatu wasallam, a mundi me paramendu se ka sprovë ka qenë kur ja kanë vrarë 70 hafëzllar. Ai ka thënë ata me prediku fen, thirrsa rrugën e Allahut, ehlus sofa, mas shumë di kanë. S'kan pas shtëpia, kanë fletë sofallëk. Kjo pjesa jashtë, i gjërat e re, quhet sofallëk kjo. Sofallëk për sahabëve, ehlus sofa. Ata kanë fletë këtu, s'kan pas shtëpi. 70 hafëzllar i dërgon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me thirrjen e Islam, ja vrasin një nga një. E lojnë vetëm një gjallë dhe ai i tregu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E thënë besë. Dhe Muhamedi alayhi salam i ka marrë atë namaz sabahut, drekës, ikindis, akşamit, yatis, çdo rekat fundit i ka thënë durt. Semi Allahu limen hamide, rekat dytë sabahut, rekat katërt drekës, rekat katërt ikindis, rekat tretë akşamit, rekat katërt yatis. Allahumma alayka bi ri'lin wa dhakwan. Me emra i ka përmend fiset. Me emra i ka përmend ato fiset. Tash me menduar se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas sahabët u sprovun. Sepse ata kanë qenë thirrë se rrugën e Allahut. Kanë thirrë. U ka ndodhur kjo. Andaj kur ka ndodhur diçka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe një therr e vogël që i ka ngisht, i ka thënë in anti illa usbu'un dumiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Ti je një gisht që e gjakos në rrugën e Allahut ka gjetë. Mos u mërzit. I ka fol gishtit. Edhe radu një fol njëri tjetrit. Allahu na tregon këto të dërguar të Allahut dhe finali e kësaj sure është që këta njerëz qëllimet e veta i kanë realizuar përmes diçka e cila është në kënaqësi. Sprovën me kaluar, me kënaqë Allahu xhalla xhelalu kjo, vëzë ta dim se sprovat nuk kanë lehta. Ma dhe nuk uzën njëri me i thonë Allah, sprova më Allah. E kërkësh sprovën. Kur Allah të sprovën një vla, sprova më dhe mu. Ja, sprova së është e mirë. Sprova nuk është e mirë. Mos e lip, ka ndalu. Por, kur të vjen, do të më burra. Kur të vjen sprova, do të më burra, me e dorua sprovë, dhe me marrë mësim prej asë sprove, sepse Allahu xhalla xhelaluhu është ai cili na përcjell. Feja e të dërguar me të Allahut alayhi salam para mendosë të vazhdon. Ne jetojmë në një kohë ku ata e quajnë din ibrahimia. Ibrahimi alayhi salam i ka thirrë putat. Ibrahimi alayhi salam dhe Muhamedi alayhi salam dhe të dërguar të Zotit alayhi salam njerëzit më të mirë, ata kanë qenë kundër putave. Madje edhe çdo putizëm i vogël, çdo sen prej putave të vogël, edhe penën se ka pas në një sahabi, e ka kuptuar penën, ka thonë, ajo smuj është, ajo kur gjohis është. Nëse ka mbajt dikush në një pejë prej pejve, për me e mbrojt. Kështu, feja Allahu xhalla xhelalu na mëson në realizu këto. Çka bëhet pengesë? Çka bëhet perde prej perdeve? Kujdes gjatë rrugës, mos e huq shpresën të Allahut. Gjatë rrugës mos ndiq lehtësime. Gjatë rrugës mos ndiq fjalë të njerëzve. Gjatë rrugës mos u dëshpëro, wala tahinu, wala tahzanu. Mos u mërzit. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ti më i mirë te Allahu, më i lartë te Allahu nëse je besimtar. Dhe Kur'anin dhe temat e Kur'anit ju shihni, Allahu xhalla xhelalu nuk i le vetëm si argumente, por na tregon edhe argumente të qiellit, edhe të shkencës. Prandaj sot për shembull ti ke një pjesë të vllazërave tanë, mendon se shkenca nuk është e Islamit, jo është edhe shkenca. Ata që mundohen shkencën me çik anash, pejtonve nuk marrin vesh. Kur'ani na fol për shkencë. Ama për shkencën e besimit, jo për shkencën e mohimit. Se vallahi, pak me mësu biologji, pak me mësu fizik, pak me mësu astronomi, imani, sepse Allahu xhalla xhelalu Ibrahim alayhis salam ka gjetë duke shikuar qiell. Mjafton me shikuar qiell. Duke shikuar qiell ka gjetë Allahu xhalla xhelalu. A ka se më të madh? Allahu ne ka gjetë duke shikuar qiell. Para mendos sot sa mjetë e ka. Sot teleskopet përparun ka.
Me miliardët teleskope i qojnë në hava, rrinë në qelë edhe e studiojnë qelën. Dhe pra, zemra e një ateisti e mohon. E dini pse mohon. E këtu është ajo pika që duhet me kuptu prej dersit sante, se mëkatet e shumta, gjunat që i kanë bërë njerëzit e para, që kisha mënu me afal, që si afal kur. Sot për shembull te muslimanët kjo falja e gjunave është me fetva. S'është nuk shkon taj altari aty te pastori pas perdës me t'i fal, po thot dikush lejohet s'ki gale, s'ka gale. Thot dikush s'ka gale. E njëjta është. Mëkatet që i bëjnë njerëzit, qofshin edhe mushrik, rëmak për shembull kanë qenë njohur për mëkate ata. Homoseksual, vrasje, me fëmijë, me lloj seli kanë bërë ata. Allahu xhelal xhelal ka dënuar. Dhe është dash me ua shpik diçka një rren, i thon juve pa ka fal gjunahat Isa alayhis salam kur është kryzuar. Hajde. U knaqë ato, i falën gjunahat. Shkenca e sotshme që mohon Allahu xhelal xhelal të vërtetën dhe krejt, ata shkencëtar që e mohojnë ta, e mohojnë për shkak inatit që e kanë në kishën atëherë, madje mbi 90% të shkencëtarëve të kohës sotit mendojnë se edhe Islami është njëjtë. Normal, prej veprimeve të shumë prej njerëzve që përkatësohen në Islam. Mendojnë se edhe Islami është njëjtë. E ata që kërkojnë, arrin me e gjetë vërtetën dhe e shohin se kjo fe është feja origjinale, sepse Allahu xhelal xhelalu ka sjellë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në momentet kur është pa se në dynja më vitet e 600 kur kanë ardhur më është harru e vërteta. A dini se Nikej vitin 440. Nuk është çudi vetëm na pse jena muslimanë të ndonjë. Na torbesh edhe boshnjak. Vetëm na jena muslimanë. Se na kena qenë iftar të besimit se Isa alayhis salam nuk është Zot. Është i dërguari i Allahut. Dhe kjo mëson histori, na mëson histori. Klas 5 grams. Vit para grams. Në gjimnaz grams. Na kena qenë iftar të saj. Me atë farloj demokracie sot el-mez'ume që i mashtron njerëzit, në Nikej vitin 440 i ngrejt durt. 51% thonë të atyre kriftave thonë Isa alayhis salam është Zot. 49% apo 49 thonë jo. Këto 51 i vrasin këta 49. I vrasin krejt i shdu. Por neve s'ka nuk në ashtu. Prandaj dhe në popull të maleve. Shire gjenealogjin tonë. Këta që politin sot me glop, me prejardhje, në ADN, na prejardhje në kena këtë maleve. Kena ikë mal. Në atë kohë kena ikë maleve. Për të arrujt besimin në Allahun xhelal xhelal. Për të arrujt besimin në Allahun xhelal xhelal, prandaj kur ka ardhur Islami dhe kanë pranuar se njëjtë. E tjerë se kanë pranuar. As se pranojnë. Tjerë se kanë pranuar. Se kanë pranuar se ata kanë qenë në këtë pjesë. Andaj vëllazër, besimi i pejgamberëve është me sprovë. Allahu na tregon në rastin e surës Kahf, ata nuk kanë shkuar në shpellë atje për çef. Nuk kanë shkuar grill me batje. Ata kanë ikë me fenë e Allahut me rujt. Se njerëzit kanë dashur mi bë mushrik. Nëse në azan kanë bërë këna më qafira. Me zani kanë shkuar. Prandaj feja të dërguarit të Allahut alaihi wasallam është me i realizu qëllimet tona të jetës me ato që është legale të Allahu xhelal xhelalu, jo me sendet të cilat janë haram, jo me shirk, jo me kufur, jo me iftar bidatit, jo me rrugë të mashtruara, se besimtari duhet me qenë për atyre që janë prej gurabave, prej të huajve, e tish prej të huajve ndonjëherë, në më thonë, mërënda xhamatit ta nuk marrin vesh, mërënda familjes tonë nuk marrin vesh, ndoshta prindi jot nuk merr vesh. Mi po vjen dita ka me të kuptue, të bëhemi të pjekur në fejnë Allahut, walhamdulillahi rabbil alamin.